Jam e detyruar ta bëj. Intervista e fundit e Parashkevit Simakut për mediat shqiptare. Parashkevit Simaku, këngëtarja e famshme nga Kavaja, që elektrizoi Shqipërinë gjatë viteve 80, është një emër që mbetet i paharruar për ardashësit. Megjithatë, ajo emigroi jashtë vendit dhe jetoi larg syrit të publikut. Simaku zhvendos në SBA dhe për vite me radhë nuk pati lajme për të, derisa një video e shpërndarë ngriti kuriozitetin dhe debatet në rrjetet sociale. Në video shfaqet një grua me zë dhe portret që ngjan shumë me Parashkevit Simakun, e cila u transmetua në kanalin e njohur të New Yorkut ABC7. Në vëmendje është rikthyer edhe intervista e fundit e saj për mediat shqiptare. Ajo aty rrëfente për jetën e vështirë. Simaku në SBA punonte si këngëtare në restorante shqiptare, por që thotë se ka bërë nga zori dhe jo nga qefi. Punoi që një kohë në restorante shqiptare, bëj muzikë shqip. Të them të drejtën, është e vështirë. Asnjëherë nuk do ta bëja sepse nuk është në shijet e mia këndimi në restorante. Jam e detyruar sepse gjërat duhen filluar nga aja, thoshte ajo.